Presp. Fshati I parë që shfaqet para nesh është Liçenasi ose Pusteci, komuna e Krahinës. Të vjen keq që 450 metër rrugë e shtruar me asfalt mbaron kaq shpejt. Fshati Ndjellas, që zbulohet si një kartolin, do ta përshkojmë nëpër një rrugë të pashtruar, plot me gur dhe pluhur. Po rruga është kryesore për të gjithë. Edhe në malsinë e madhe që u hap rruga, edhe në kohën e Enverit, ata u lidhen me qytetin. Edhe sidomos këtu që është me një shtet tjetër, edhe siç është nga Kapshtica me Greqinë edhe këtu me Maqedoninë, ajo është për këtë zonë zgjidhja e kësaj rruge do të ketë edhe ti të vish nga Tirana, s'do bësh me plur, do vish do dahesh në Liçen. Po ti rruga e këtij ç'të vish nga Tirana ose nga Korçë. Mbërim në fshatin e parafundit, në Goricë të vogël. 15 kilometra rrugë e pashtruar për të ardhur në Parajs, për të përjetuar magjinë e Prespës, të 9 fshatrave që I takojnë territorit shqiptar, Cerjes, Zorashkës, Lajthizës, Liçenasit, Djellasit, Gollomboçit, Goricës së vogël, Goricës së madhe dhe Kallamasit. Liçeni I Prespës bashkon në brigjet e tij 3 etnitete, shqiptar, maqedonas dhe grek, të cilët jetojnë në paqe me njëri tjetrin. Mbi 5000 banorët e kësaj zone që I përkasin minoritetit maqedonas kanë kohë që po përgatiten për të pritur pushuesit e parë. Puna ka filluar kudo. Komuniteti I fshatit Goricë e vogël merret me përgatitjet e fundit. Vasil Nikolla është pronar I një hoteli të ndërtuar buz rrugës. Menka, e shoqja, ka qenë ekonomiste në ish kooperativën e fshatit. Tani ajo merret me administrimin dhe mirëmbajtjen e hotelit, si dhe me gatimin e gjellëve tradicionale. Në mobilimin dhe pajisjen e dhomave me orendi të kohës, është patur parasysh dhe zbukurimi I tyre me punime popullore nga të zgjahat prej druri të trevës së Prespës. Vasili me profesion është veteriner. Kushtet e reja I sugjeruan të merret me biznes. Janovët e para të agimit, kur peshkatarët kthehen nga gjuetia në bregun e Liçenit. Vasili del si zakonisht të marrë peshkun e porositur për klientët që flit të krapit apo mrenës, të gatuar sipas traditës në tava balte me qep dhe piperka. Ç'kan kapur jetat sot? Mren, krap apo cironka? Peshkimi ka qenë I mbar. Është ora 5 e mëngjesit, kur Pandi, djali I Vasilit, do të niset me autobusin e tij në linjën e zakonshme, Goricë e vogël Korçë dhe Anasjelltas. I pret përpara rruga e pa asfaltuar, që vazhdon të pengojë zonën e Prespës, këtë Parajs ende të panjohur, që të vizitohet nga më shumë turistë vendas dhe të huaj. Po afron festa e Shën Marenës dhe Vasili shkon te Eftimi, miku I tij. Eftim! O, Eftim! Что? Te Eftim. Eftim отправил-то. Там. Dobro. Eftimi dhe familja e tij merren me përgatitjen e ushqimit të bagtive për dimër. Kjo punë fillon në pikë të mëngjesit dhe mbaron kur bien muzgjet e parë. Eftim, di përse erdha unë. Duam të vem në Shën Marenë të ndezim në një qiri.
afërve vjetre te kjo furrë verore ku çdo ditë sipas radhës familjet fshatare pjekin bukët, mishrat, tavat. Ato janë si gravura antike të zografisura nga piktor Endacak. Liçeni i Prespës së Madhe ka një sipërfaqe prej 285 km2 dhe thellësi maksimale 54 metër. Legjenda e këtij liçeni është një vajzë duke mbushur ujë në çezmë në fushë. Hapi çezmën, mbushi shtamat me ujë dhe u çloth dhe zuri gjumi. Kur liçeni u krijuar, edhe i thanë ata çfarë bëre? Ti hapi çezmën, më zuri gjumi. Prespa fita. Dhe atëre mori emrin Prespa. U që liçeni i Prespës. Në gjuhën maqedonëse, Prespa i thon fjetër. Fshati Gollomboç shtrihet në një gjip piktoresk në faqe të malit. Sikudo edhe në këtë fshat kanë filluar përgatitjet për sezonin e verës. Të gjithë janë në pritje të pushuesve. Një nga ata është Vasil Mitre, që ka investuar shumë për turizmin familjar. Si e kalon? Ka ardhën e turist apo jo? Po, neve presim, vjetë në ardhen disa veta, kaluam 1-2-3 javë. Si vjetë nuk jam paraqitur. Më thanë që ardhen disa veta para ca kohësh. Unë s'isha në shtëpi dhe do më thënë kishte njerëz të interesuar për këtë punë. Në Gollomboç, vizitorët do të gjejnë gjithmonë mikpritjen e mikoqireve, të cilat u ofrojnë atyre traditën dhe jetën e përditshme të familjeve fshatare. Shtëpit janë mbuluar me rjeta peshkimi për të ndaluar dallondyshjet që të ndërtojnë fole. Kjo bëhet për t'i mbajtur ambientet sa më të pastra. Në shtëpi. Kujtë në stërja e ona në Milana, një që ke žive tamo, za odin autopeqeri. Zgore, në të kujtjet e novina, pa me bujt vetë ta. Shtëpia e Stereospases është braktisur prej kohësh. Askush nuk kujdeset për të. Gati në çdo shtëpi të Prespës gjen ndonjë libër të shkrimtarit që u bë i famshëm në vitet 30 me romanin Pse. Vasili Eftimi si dhe disa biznesmen të zonës po përpiqen që kjo shtëpi të kthehet në muze ose së paku të meremetohet. Sofia Kristo është mbesa e shkrimtarit. Prej asaj kohe të largët ruan kujtimin më të bukur. Vasili nuk largohet pa takuar Teto Simka Nadelkan. Все времето во Бесјанка ми се здрави, тие таму гледа ќе на пуле, таму му и работа да сега мора. Ajo është e sëmur, po nuk i rin duart pa punuar. I ka bërë të gjitha gati dhe është në pritje të vizitorëve. Prej kohësh ka mbetur vetëm. Djali i madh që jeton në Kanada i ka quar lajm se do t'i vi këtu bashkë me fëmijët. Kjo e mban gjallë. Njeriu rron me shpresë. Возрастно местата на мајката и на нестите сите. Ај ми се здрави. Bravo, si e kalon, meshme, mirë. Vetë kultivon. Ka 4 vjet që po kultivoj. Edhe leverdia është shumë e mirë nga gjërat e tjera bujqësore që po i mbjellim neve këtu. Për shembull, gru. Unë me 600 metra çaj e siguroj bukën për familjen. Bukën e tërë ushqimet me këtë çaj, me këtë pjesë. Po ku e more farën? Farën e morën në mal, në çaj i pikur që ka qenë tamam, e mlodha edhe hodhën farishte tamam siç i jedhim neve pipërkat me plasmat. Pas 2 vjetësh që dalët i mbodhën në parcel. Me turistët si jeni këtë vit? Vinë? Këtë vit jemi shumë dobët me turistë. Këtu në Prish shumë punë, rrugët që i kemi të pasfaltuara, edhe më shumë shkojnë andej nga Zaroshka se gjëra të jashtë, rrugët
rrugë e asfaltuar, kurse nga liçena si e këtej rrugët i kemi të pasfaltuara edhe shumë rrallë. Mund të them edhe nuk vi. Në brigjet shkëmbore të liçenit është Gryka e Zaverës, prej andej ujrat e Prespës derdhen në Shënaum. Ka shumë vite që nga mungesa e reshjeve, niveli i liçenit ka rënë 10 deri 12 metra. Liçeni i Prespës ka shërbyer gjithmonë si një ujëmbledhës i madh për të furnizuar liçenin e Ohrit. Megjithatë sirën dhe dalje në sipërfaqe të mjaft tuneleve nën toksor, ujrat kanë gjetur të çara të tjera për të komunikuar me liçenin e Ohrit. Niveli i ujit ka qenë deri këtu. Ktu ishte si lumër irte dhe plej tregojnë që beu fshatit kishte kopem edhe bariu që kulloste vend, nga një deri në 2-3 ditë dërgonte familjen së tij në Shënaun. Duke parë beu që kopeja po i zvoglohet, edhe një ditë vjen e ruan. Kur shikon çobani therte baktin, e fuste në lëkur e dërgonte në Shënaun. Pas 2-3 ditësh beu bën therr djalin dhe ja dërgon prindërve djalin e therrur në Shënaun. Kjo është histori Guidën që ka treguar plejt. Ky pellg i madh që duket si i fjetur, kur të tillë ka shumë në liçenin e shumë i pastër, është ujë burimi. Gjithë fshati e merr ujin nga liçeni që përdorin për të pirë në shtëpi, kurse ujërat e zeza të fshatit nuk derdhen fare në liçen. Ato janë me gropa të zeza që filtrohet nën tokë. Vasilit i kanë thënë se në Kallamas din të gatuajnë disa gjellë tradicionale që përdoren nga fshatarët. Rrugës nuk të ndahen cironkat e thara, që në dimër të shijojnë shumë kur pijen me verë të kuqe dhe raki rushi. Simka, Florinka dhe Danica po përgatisin gjomlez ose, siç e thonë në Korç, lullanik. Petët e shtruara në tepsi dhe të mbushura me kos, piqe në saç. Ato, duke ju përshtatur një riti të vjetër, këndojnë një këngë drejtuar Perëndisë dhe i luten t'i shtojë bereqetin dhe t'u jap shëndet e bollëk që të gëzojnë bashkë me fëmijët festat e shenjta të vitit.
lën pas Kallamasin dhe nisen përgjatë brigjeve shkëmbore për të shkuar te manastiri i Shën Marenës. Është një nga vendet e shenjta që thonë se bën të mira. Atje shkohet nëpërmjet liçenit. Besimtarët e shumt vinë një herë në vit, në muajin korrik, ditën e festës së madhe, dhe përsërisin ritualin e lashtë të lutjes dhe pendimit për mëkatet njerëzore. Ky nuk është vetëm një vend kulti, por edhe një vepër arkitekturore me një bukuri të veçantë në sfond të një peizazhi mistik. Dikur në manastir kanë qenë konakët e pleqve. Fshatar të thjeshtë vinin këtu dhe e mbyllnin jetën duke i shërbyer manastirit. Kisha e Shën Marenës është rindërtuar në vitin 1926. Ndezja e fenerit me zinxhir është një rit mistik i vjetër. Diku më tej, përballë ishullit Maqedonas të Golemgradit, në shpellat e shkëmbimve, buz liçenit, ndodhen kishat e eremitëve. Ato datojnë shekujt 12 deri 14. Është mirë të ngjitesh në to nëpër një palë shkallë prej drulisi që gjithmonë lëkunden dhe të ndezësh një qiri për të afërmit. Në to janë strehuar në përshekuj njerëz mëkatar që kanë bërë jetë vetmitare dhe kanë vdekur të penduar. Kishat e eremitëve pëlqejnë shumë nga turistët. Ato mirëmbahen nga banorët vendas. Muret dhe kupolat janë të mbushura me afreske të zografisura nga piktorë të panjohur. Largohen nga shpellat eremite dhe vozisin në drejtim të Goricës së Vogël. Ej, foti, doj si utrën e kujkratën a prajme në kua tava, more. Hajde, doj si utrën tava në duqen. Peshkatarët kanë hedhur jetat dhe kujdesen për peshkun që zihet më shumë në këtë kohë, krapi dhe cironka. Vasili shkon të shohë shtëpinë e re të Eftimit. Ai dhe shoqja Mimosa po kujdesen që të krijojnë kushte sa më të mira për të pritur pushuesit që do të vinë nga Korça. Si vjet, ata kanë shtuar disa dhoma që janë rregulluar dhe përshtatur për akomodim të turistëve, të cilët duan të kalojnë pushimet në fshatin e tyre. Kudo vihet re një dorë kujdesshme dhe bën maj pastërtia. Gjithë ky investim është fryti një pune disa vjeçare në emigrim. Pastaj lart mund të rregulloj çdo dhomë, mund të kenë ndonjë banjë ose kështu për veç që të jenë çdo dhomë, veç mund të. Më tej ndodhet vila e Vasil Vurmos. Ai e ka ndërtuar atë më 1971 me duart e tij. Vala u tregon miqve shtëpinë. Në të nuk mungon asgjë për të pritur vizitorë vendas dhe të huaj. Çmimet janë shumë të leverdishme në këtë zonë. Janë më të lira nga zonat e tjera ku lidhur me turizmin. Mbrëmjet në fshat janë plot gjallëri. Rinia merret me aktivitete dhe në këto çaste Vasili e harron moshën e tij. Nostalgjia bën punën e vet. Hajde lupi që klash nuk i golla le dispusta. Ati i vjen të vesh fanellën e sulmuesit dhe e të shënoj një gol. Nuk ka kohë. Në hotel e presin punët e zakonshme. Menka ka më tepër punë në kuzhinë, porosit bëhen për peshkun e ëmbël të prespës, mrenën ose mustakun, që ajo di ta gatuaj aq mirë sipas traditës goricare.
kthehemi në rrugën e pashtruar që ta sjell shpirtin në maj të Hundës. Vetëm 450 metër janë të asfaltuara pranë fshatit Liçenas. Kur do të vijë ajo ditë që të asfaltohet e gjithë rruga deri në doganën e Goricës së Vogël? Për pak kilometra nuk shkohet dot në Parajs.